Një zhvillim i ri shënon e curinë e çështjes së shumë përfolur Partizani, pasi në këtë proces pritet të dëshmojë edhe kryeministri i vendit Edi Rama. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka pranuar kërkesën për thirrjen e Ramës si dëshmitar, duke hapur rrugë një përballje të drejtë për drejtë në sallën e gjyqit me ish-kryeministrin Sali Berisha. Sipas vendimit, Rama do të merret në pyetje lidhur me procedurat e privatizimit të ish-kompleksit Partizani, në një periudhë kur ai mbante detyrën e kryetarit të Bashkisë së Tiranës. Kërkesa për dëshminë e tij është bërë nga vetë Berisha dhe mbrojtja e tij ligjore, ndërsa nuk hasi kundërshtim nga prokuroria e posaçme. Gjykata ka vendosur gjithashtu që kryeministri të pyetet jo vetëm nga prokurorët, por edhe drejt për drejt nga Berisha dhe i pandehurit tjetër në dosje, Jamarbër Maltezi, i cili ndodhet nën masën e sigurisë detyrim paraqitjeje. Nga ana e mbrojtjes, avokati i Genc Gjokutaj e konsideroi këtë zhvillim si të vonuar, duke theksuar se thirrja e Ramës ishte një domosdoshmëri që duhet ishte realizuar që në fazat e para të hetimit. Ai kritikoi gjithashtu vendimet e mëparshme të gjykatës për mospranimin e disa provave, që sipas tij dëshmonin përfshirje politike në nisjen e hetimeve. Ka thirrur Komisionin e Kthimit Pronave, ka thirrur njerëz që kanë marrë urdhër nga Rama dhe nuk ka thirrur urdhërdhënësin, që është Rama vetë. Kështu që thirrja e Ramës ishte një domosdoshmëri që gjykata nuk mund ta anashkalonte dhe sigurisht sipas radhës, si do të ndiqet pyetjen e dëshmitarëve, do të presim që edhe ai të japi dëshminë e tij. Çështja Partizani e kaluar për gjykim në maj të vitit 2025, përfshin akuza për korrupsion pasiv ndaj Sali Berishës. Ndërkohë, ndaj Maltezit rëndojnë akuzat për korrupsion dhe pastrim parash. Sipas PAK, ai dyshohet se ka përfituar rreth 5.4 milion euro nga aktivitete ndërtimi të lidhura me vendimarrje të qeverisë së kohës.